Targetet vazhdojnë të jenë fatkeqësisht presidentja e vendit Vjosa Osmani, gjithashtu edhe ish presidentja Atifete Jajaga. Inteligjenca artificiale e përmenda pak më herët që është në përdorim fatkeqësisht mjaft të madh në Kosovë periudhën e fundit. Më shumë kemi aktivitete politike, sa më shumë kemi kriza politike në vend, andaj kemi më shumë intensifikim të gjuhës së urrejtjes ndaj grave. Njëra nga gjërat kryesore është se nga 660.000 komente, të cilat kemi analizuar përmes platformës, kemi identifikuar mbi 14% ose 91.000 komente që përmbajnë gjuhë të urrejtjes të drejtuar ndaj grave në politikë. Kur po them në politikë, i përfshin të gjitha gratë në politikë, përfshin nivelin lokal, nivelin qendror, qoftë nëse janë vetëm anëtarë në një subjekt politik apo mirën aktivisht me statuset e tyre në rrjetet sociale për çështje politike. Dhe shohim se rritja e autorëve në krahasim me vitin e kaluar, i cili ka qenë 86%, tash ka arritur në 96% në si vjet. Sulmet që drejtohen grave kryesisht janë sistematike, janë të koordinuara këto sulme, si dhe intensifikohen sidomos gjatë krizave të ndryshme politike, të cilat i përmenda më herët, me që kemi pasur një vetë mjaft aktiv. Nëse i marrim këto sulme dhe i kategorizojmë në kategori, kryesisht prekin në çështjen morale të grave në politikën e drejtim, si kategorizohen sipas analizës, ka aspekti seksual, trajtimi nënçmues ku intensifikohen si gra të pafuqishme për të marrë me politikë, si dhe kemi një nënvlerësim të vazhdueshëm intelektual të grave që janë aktive në këtë drejtim. Të gjitha këto kemi përmbledhur në disa fusha që të jenë më të lehta ka aspekti i përmbajtjes, ku fushën e parë e kemi të rënë krahasim me raportin e kaluar, ku e kemi senzacionalizmin në media, që është fushë krejt e re sipas analizave që kemi bërë, është dezinformimi gjinor, inteligjenca artificiale dhe deepfake, që është mjaft aktive ditëve të fundit, të përdorur mjaft shumë nga portalet online, sulmet shumë dimenzionale ndaj grave të komunitetit jo shumic, si dhe normalizimin e mizogjinisë nga partitë politike, e cila po shfrytëzohet në diskursin publik. Targetet vazhdojnë të jenë fatkeqësisht presidentja e vendit Vjosa Osmani, gjithashtu edhe ish presidentja Atifete Jajaga, do të ka targetimin e njëjtë tek dezinformimi gjinor në këtë drejtim. Në raste të caktuara kemi edhe degradim dhe kërkon rast saktuara një deputet për një kandidate grua thotë se ka nevojë për trajtim psikosocial, pra arri në këtë drejtim, ndërsa nëse e shihni në koment janë 266, mirë, po sherës janë 44. Do thotë kjo shpërndohet më të madhe sepse njerëzit lexojnë vetëm titullin pa e lexuar përmbajtjen se çfarë ka ndodhur në këtë drejtim. Gjithashtu jemi munduar të kemi edhe një shpërndarje brenda të gjitha subjekteve politike, ku i analizojmë gratë kandidate që kanë qenë për zgjedhjet e fundit. Inteligjenca artificiale e përmenda pak më herët që është në përdorim fatkeqësisht mjaft të madh në Kosovë periudhën e fundit, përdoret për video të reme, për qeshje dhe toallëse dhe inskenime të ndryshme të situatave politike. Për media dhe redaksi, edhe pse kemi 162 portale, e shohim që një pjesë e madhe gjuhës së urrejtjes po shpërndohet prej këtyre mediave, mirë po nuk duhet të themi se të gjitha janë në këtë drejtim. Duhet të kemi në përjashtim mjaft të madh të disa mediave dhe mediumeve të ndryshme të cilat janë mjaft kredibile dhe mjaft të besueshme nga qytetarët dhe nuk duhet të merrnim këtë narracion që kemi ndërtuar për media tjera. Besojmë që përdorimi standardeve për raportim me perspektivë gjinore është çështje elementare që do të kenë parasysh të gjitha mediat kur postojnë një lajm dhe e hartojnë këtë material, si dhe të ndalojnë tituj senzacional, sepse jo gjithmonë vetëm për të pasur një klik më shumë është në tërmjet shoqërisë, kjo në fakt po e dëmton mjaft shumë shoqërinë në këtë drejtim.